Sakrifikimi i vetëdijshëm i përgjegjësisë penale për tragjedinë në Spitalin Modular në Tetov përbën një riviktimizim të 14 viktimave, të dinjitetit të tyre dhe të dhimbjes së familjarëve, thuhet në reagimin e Vlenit. Ali Ahmeti dhe prokuroria, e drejtuar nga Islam Abazi, i detyrohen publikut një përgjigje. Si është e mundur që pas 14 jetëve të humbura, në fund të dalë se fajtor është kaploja, pyesin nga Vlen. Ky rast rrezikon të mbetet një nga shembujt më të turpshëm të papërgjegjësisë institucionale dhe të një drejtësie të kapur. Drejtësia nuk mund të varet nga ndikimi politik, përkatësia partijake apo funksioni i dikujt. Kur për një tragjedi me 14 viktima nuk ka përgjegjësi të plotë dhe të paanshme, nuk kemi të bëjmë vetëm me dështimin e një akt akuze, por me një humbje të rëndë të gjithë sistemit të drejtësisë. Vlen zotohet se do të vazhdoj të kërkoj hetim të pavarur, përgjegjësi të paanshme dhe drejtësi për secilën prej 14 jetëve të humbura. Ndëshkimi politik për këtë papërgjegjshmëri do të vijë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, kurdo që të mbahen. Shqiptarët po nisen për drejtësinë e tyre, thuhet në reagimin e Vlenit.